Është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në Plan të Lezhës, bëhet fjalë për viktim ka mbetur një 65 vjeçar, i cili është Gjovalin Prendi, fillimisht ka mbetur i plagosur nga të shtonat me armë dhe rrugës për në spital ka ndruar jetë. Këto janë dhënat më të fundit që vinë nga policia e Lezhës dhe policia e shtetit. Ideja është që duket si një ngjarje paralajmëruar dhe si një vrasje e paralajmëruar, për shkak se Gjovalin Prendi është babai i Rohan Brahimit, ose i njohur me emrin Sidorel Prendi, i cili është vrarë vitin e kaluar në 9 maj në Athinë, ka qenë ndoshta ndër atentatet më të vështira dhe më të rënda kriminale të ndodhura në shtetin fqinj, sepse janë duke parë edhe të dhënat që vinë nga policia e shtetit. Rohan Brahimi konsiderohej si një ndër kundërshtarët më të përbetuar të Ervis Martinajt, mbreti i Kumarit i zhdukur pa gjurmë, që nga viti 2022 që nga 9 gushti. Përplasja mes tyre ka nisur për lojrat e fatit dhe në atë kohë, sipas dosjes hetimore që e kam siguruar dhe zbuluar para 2 vitesh, rezulton që Rohan Brahimi kishte shkuar në besën e një miku të tij tek një nga hotelet në pronësitë e Ervis Martinajt. Në atë kohë atje, sipas të dhënave dhe sipas dëshmisë, ai është dënuar në mënyrë barbare nga Martinaj dhe njerëzit e tij dhe për këtë arsye ka nisur edhe konflikti. Dhe ky konflikt më pas është ndarë në 2 linja, nga njëra anë Ervis Martinaj dhe nga ana tjetër grupi i Rohan Brahimit, i cili u atashua dhe u mbështet shumë fort me Durim Bamin. Ndër të tjera, Rohan Brahimi dyshohej për disa ngjarje të rënda kriminale, siç ishte rasti i atentatit me një të vrarë dhe një të plagosur, ku mbeti i vrarë Kristian Prenqi, që ishte viktimë rastësore, ndërkohë që Ylli Brahimi rezultonte me armiqësi të forta me të, mbeti i plagosur, dhe më pas ka patur dyshohej për përfshirje edhe në atentatin ndaj Gentian Betjas në Larush të Krujës vitin e kaluar. Dhe pasi u ekzekutua Gentian Betja, një muaj më vonë, në Greqi u vra edhe vetë Rohan Brahimi dhe tashmë, për fat keq sonte, babai i tij, i cili jetonte para asnjë mbrojtje, pa asnjë problematik, sepse ai ishte njëri me shumë reputacion në zonë. Unë jam marrë shumë me këtë rast dhe e kam ndjekur hap pas hapi të gjithë episodet kriminale që kanë ndodhur, madje ai ka qenë shumë i hapur dhe ka kërkuar disa herë ndihmë te policia dhe te Ky kush është tani se? Ky është Rohan Brahimi, e ka të ndryshuar, domethënë e ka ndryshuar para se të vrite emrin, sepse emri i vërtet është Sidorel Prendi. Rohan Brahimi. Emri tjetër ky tani? Po, domethënë është vrarë sepse është ekzekutuar në 9 maj të 2024 në Athinë. Ka marrë mbiemrin e gruas, për fat keq ka lënë edhe fëmijë të vegjël. Tani është babai i tij 65 vjeçar, që fillimisht është plagosur dhe më pas ka mbetur, ka ndruar jetë rrugës për në spital. Unë do të updatoj moment pas momenti edhe detajet lidhur me dinamikën e atentatit, nëse do ketë persona të shoqëruar, dhe gjatë emisionit më pas mund të kemi edhe të dhënat detajuar në lidhje me këtë çështje. Se më shkruajnë se edhe këto lojrat e fatit mbeten të zezë dhe kanë lidhje kjo? Nuk ishit i vëmendshëm, por ju thash që konflikti mes Ervis Martinaj dhe Rohan Brahimit ka nisur pikërisht për lojrat e fatit. Ervis Martinaj në atë kohë i vendosi një gjobë Rohan Brahimit, pra babait viktimës së mbrëmjes së sotme. Rohan Brahimi shkoi të sqarohej në një nga hotelet e Ervis Martinaj dhe u dhunua në mënyrë barbare. Nga ai moment filloi dhe konflikti, por në dijenin time Rohan Brahimi kishte konflikte edhe me një personazh shumë problematik të botës së krimit nga zona e Tepelenës dhe ishte një konflikt për shkak se sipas të dhënave është një personazh të cilin nuk e kemi hasur shumë në median shqiptare, njihet me Novkën Renu i vogël dhe para një viti Rohan Brahimi, pra krahas konflikteve që kishte me Ervis Martinaj, ka patur një konflikt edhe me atë që njihet si Renu i vogël, ka tentuar t'i marrë peng Kunati dhe mendohet që ai bëri ekzekutimin, sonte është vrarë për fat keq edhe babai. Babai nuk kishte patur asnjëherë problematika, madje mbaj mend që ai ka shkuar disa herë në institucione shqiptare, ka dorëzuar celular të birit që kishte aty, është përpjekur me gjitha mundësitë dhe mënyrat që kjo sag përplasje dhe vrasjesh të merrte fund, por për fat keq ka shkuar shumë lart, numërohen të paktën mbi 10 viktima në këtë sagën e përplasjeve mes grupimeve kriminale. Në këtë rast, mes këtyre dy bandave dhe për këtë. Dhe të lidhura këto, si që thamë, me biznesin fillimisht ka nisur për lojrat e fatit. Dhe më pas e cila vijon dhe sot. Do me të jetë në të zezë. Pa diskutim. Se ata ishin përfshirë direkt në aktivitet kriminal, Gjovalin Prendi, pra babai Rohan Brahimit, nuk ka patur asnjë rekord
në jetën e tij dhe bënte një jetë normale, merre me punë të shtëpisë, dilte normalisht, trokiste në dyert e prokurorisë për kërkuar drejtësi për vrasjen e të birit, madje ka insistuar që nëse djali përpara se të vritej, nëse djali ishte fajtor për ndonjë nga ngjarjet kriminale, ai të arrestohej, pra në një farë mënyre ka bërçmos që saga të ndaloj, po për fat keq humbi jetën edhe vet. Kemi në një për të shtruar, ja. Pra, ishte ngjarje ndërruar të shikuese momenteve të fundit, e çasteve të fundit, ku ka në plan të Lezhës, ka mbetur i vrarë, Sidorel... Jo Sidorel, Gjovalin Prendi, babai i Prendi, Sidorel Prendi, ose ndryshe Rohan Brahimi. Po se këtatet e nuk mbajnë mend të shumë, edhe sikur ti regjistrosh në kokë, se ndodhin shpesh dhe shumë dhe janë shumë, e kupton? Ndrojnë dhe emra, si shteti kanë edhe mbi emër tjetër, mbi emër tjetër e gjitha. Dhe ndodhin tani këto, dhe edhe me situatat që kemi ne, janë situatat të tilla që e mbjellin këtë. Tani kalojmë te momenti, bëjmë prezantimin e ekipit dhe kalojmë te ngjarjet e tjera të cilat ne kemi qëmtuar për emisionin e sotme. Mentor Nazarko, mirëmbrëma, faleminderit. Mentor, kryesisht bashkë në këtë pjesë, ne do të flasim për problemin e Kosovës që thonë që nuk bën dot qeveri tani e tjera, po do flasim në pjesën fundore të kësaj pjese, por ti do të marrësh pjesë edhe në momentet e tjera nëse ke për të thënë. Ora Zama, faleminderit shumë zënja Zama, dhe Andi Tela, faleminderit. Tani, fillojmë me pjesën e parë ku peshku i madh tani deri tani e caktuar Lefteri. Filluam me këto senatorin dhe me Velien, që janë ngjarje se këto të kronikës duken si banale, por në fakt të janë shumë të rëndësishme të nderuar teleshikues, sepse jeta jonë është e mbushur me këtë lloj ngjarjesh dhe ne do t'i sjellim ato, se përbëjnë një fenomen shumë të rëndësishëm. Atëherë, 7 nga të dyshuarit për aferën e incineratorit Zonja Zama të Tiranës u shpallën fajtor, por morën dënime minimale. Çfarë janë konkretisht këto dënime? 7 nga 12 të akuzuarit nga prokuroria e posaçme kanë marrë dënime minimale vetëm për veprën penale të shpërdorimit të detyrës, ndërkohë që për disa zyrtar të tjerë dënimi është konvertuar në shërbim prove dhe një prej të akuzuarve është shpallur i pafajshëm. Pritej që dosja dhe afera për inceneratorin e Tiranës të ishte një nga çështjet më të mëdha që do të hetonte prokuroria e posaçme, e cila ishte edhe ndër çështjet e para që kjo prokurori nisi hetimin, por nëse për Elbasanin dhe për Fierin hetimet u mbyllën disa vite më parë dhe çështja besoj është drejt fundit sepse po shqyrtohet edhe në gjykatën e apelit, pra duke marrë një vendim të formës së prerë.